Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Zoran Zaev pret që pas antarësimit të shpejtë të Malit të Zi, Maqedonia të jetë antarë e ardhshme e NATO-s. Këtë mesazh Zaevi e theksoi në takimin e sotëm me Gorazd Bartol, shefin e zyrës për komunikim në NATO në Republikën e Maqedonisë. Simpatizantë të VMRO-DPMN sot u mblodhën para gjykatës penale në Shkup, ku po vendoset për kërkesat e PSP-s për caktimin e masës së paraburgimit për ish kryeministrin Nikola Gruevski, funksionar të lartë të VMRO-DPMN-s dhe për të dyshuar të tjerë. Protestat filluan mbrëm pas caktimit të lëndëve, me shrast para gjykatës penale u mblodhën simpatizantë të VMRO. Drejtoria për hidrometeorologji lajmëroi se deri ditën e shtunë vendi jon do të jetë në ndikimin e një mase ajrore mjaft të nxehtë, e cila do të shkaktojë një motë me diell dhe mjaft të ngrohtë me temperatura të ajrit mbi ato mesataret. Temperaturat maksimale gjatë rrjedhës së lumit Vardar dhe në pjesët jugore të vendit do të kalojnë 40 gradë Celsius. Nga Ministria e Shëndetësisë rekomandojnë që mos të dilet në diell nga ora 11 deri në orën 17. Qytetarët rekomandojnë të veshin rroba të lehta dhe me ngjyrë të hapur, si dhe të konsumojnë më shumë lëngje.